Përshëndetje miq, mirë se po na ndiqni këtu në Median Amfora në këtë episod të 5 të podcastit Diskuto. Ne do të flasim në fakt për një temë shumë të rëndësishme, atë të dezinformimit politik dhe veçanërisht në raport me propagandën që bëhet në kuadër të dezinformimit politik, propagandës anti-SPAK, por dhe llojeve të tjera të propagandave dhe për të diskutuar këtë tematikë kaq të rëndësishme kam ftuar analistin e mirënjohur politik zotin Ergys Mërtiri. Ergys, të falenderoj që e bërë pjesë e këtij episodi. Faleminderit për ftesën. E ndjej vlerësim faktin që më keni ftuar juve, duke ndjek që jeni të pavarur, jeni objektiv dhe jeni agresiv ndaj sistemit. Kështu që në një mënyrë ndjem kështu komod dhe ndjem një lloj mënyre alat me ju. Po, të falenderoj për konsideratën edhe ne ndjehemi shumë të vlerësuar që ka ardhur. Dhe në fakt kemi shumë tematika mjaft interesante në kuadër të tematikës madhe. Gjëja e parë që unë do doja të pyesja fakt sepse kam parë edhe në debate politike publike në studio ku është përmendur tema SPAK-ut. Edhe sot SPAK-u, sipas mendimit tim të paktën, po bën një punë mjaft mirë në shënjosjen e korrupsionit kapilar, të ngulur thellësisht thellë në shoqërinë shqiptare, dhe por nga ana tjetër ka dhe një propagandë të madhe nga analistë dhe figura të tjera, ndoshta të politikës vjetër, të cilët SPAK-un e marginalizojnë, e sulmojnë, e linçojnë, e konsiderojnë drejtësi popullore, republik prokurorësh edhe dokra të tjera të këtij lloji. Pyetja që un kam për ty Ergys është së pari njëherë nga cilët faktor nxitet kjo lloj propagande dhe përpos politikës korruptuar, që ne e dim jep para majtas djathtas për ta bërë këtë punë, për ta bërë propagandë anti-SPAK, a ka faktor të jashtëm, pra Rusi, Kinë, Iran, të cilët kërkojnë të ndërhyrën me propagandën e tyre për të bajtosur punën e SPAK-ut në Shqipëri? Një për këtë të fundit që të thjeshtojmë ndoshta bisedën, unë nuk kam nga të di dhe nuk para merrem, plus edhe nuk e njoh mirë politikën ndërkombëtare, po që besoj që edhe mund të ketë. Domethënë, unë besoj që çdo gjë që prodhon destabilitet apo probleme për këtë vend, sigurisht që ka palë të interesuar jashtë. Se sa të si ata ndikojnë, nuk mund ta them këtë, pra nuk mund të them një gjë që nuk e di, por që sigurisht të interesuar për këtë ka. Por gjithsesi unë mendoj që gjithashtu ka të interesuar brenda dhe kemi aq armiq të brendshëm sa që nganjëherë çdo thuhet, domethënë, një farë mënyre kjo klasë e korruptuar politike që për 35 vite e ka mbërthyer këtë vend në këtë gjendje, sigurisht që është bërë garth bashkë tashmë dhe po e mban veten me zorë, themi, në mënyrë që të mos dorëzohet. Dhe unë kam thënë edhe herë tjera, këtu nuk ka më politikë. Këtu PD dhe PS janë bashkë. Këtu opozit, pra bëjnë sigur ndeshje, por në fakt ndajnë pazare bashkë dhe kjo është dhe dukshme dhe e fshet. E dukshme është në 1001 nisma parlamentare që ata kanë bërë së bashku, gjithmonë për të ngulur mbas shpinën e thikën qytetarëve, siç ishte për shembull amnistia për të korruptuarit në parlament, siç është kodi elektoral, siç po duket se do jetë dhe reforma territoriale tashmë, e me radhë. Por nga ana tjetër, po të shohësh, këta janë të pasur të dyja palët, janë milionerë, kanë biznese dhe unë mund ta kuptoj për shembull që njerëzit e qeverisë apo kryeministri mund të ketë pasuri ose ku diun që nuk i dim, po që i fsheh etj. Unë e kuptoj që ministrat mund të jenë shumë të pasur, por në momentin kur opozitarët janë të pasur, në momentin kur vetë njerëzit më të rëndësishëm, vetë familja e zotit Berisha vazhdon bën biznesa dhe nuk i hyn asnjë gjë në këmbë, në një kohë kur pretendojmë që jemi në diktaturë, kur pretendojmë që liria e të bërit biznes është shumë e kufizuar edhe sipas raporteve të kombëtare, jo vetëm sipas fjalëve të vetë opozitës, është pak e çuditshme që ti të vazhdosh pasurohesh në një klim anti-biznes dhe ku ne kuptojmë që ka monopole dhe pra është e pamundur që ti të pasurohesh. Kjo na thot që këtu ose ti nuk e ke bërë mirë punën si opozitar, ose pastaj kundërshtari jot është një liberal dhe nuk e ka problem që ai që të sulmon të pasurohet në regjimin tënd. Ka një kontradikcion. Gjithsesi, dalim tek SPAK-u, ka një gjë që po ja prish gjumin të gjithëve, që është SPAK-u. Dhe SPAK-u jo vetëm thjesht se janë disa prokurorë të ndershëm dhe drejtë dhe guximtarë që po i bëjnë këto, por kryesisht ne e kuptojmë gjithë për shkak të një mbështetje të fortë ndërkombëtare, e cila i jep krah atyre për të bërë gjitha këto, sepse ndryshe s'do t'i bënin dot. Tani në këtë prizëm këta janë bërë bashkë edhe më fort, sepse rrezikun e kanë të përbashkët, pra kanë një armik të përbashkët. Dhe sot politika shqiptare nuk ka më politikë, ka vdekur politika, sepse e majta dhe djatha nuk
konkurrojnë më, nuk garojnë më, sepse është e qartë që e djatha nuk fiton dot, pra opozita nuk vjen dot pushtet, e para dhe e dyta nuk as që duket se ka ndonjë interes të merret me këtë gjë. E vetmja gjë që ka konflikt real në këtë vend është konflikti midis sistemit politik ekzistues, duke përfshirë pozitën dhe opozitën bashkë, përballë SPAK-ut. Pra kjo është e vetmja e gjë e cila ka konflikt. Kur them konflikt, jo domosdoshmërisht me arma, po përballje politike, por konflikt institucional i cili ka kushtëzuar mënyrën se po bëhet politik. Pra ka vrarë politikën dhe ka unifikuar politikën, e ka bërë politikën solidare kundër këtij institucioni i cili po rrezikon këtë klasë politike. Shiko, ti në fakt e shumë gjëra me të cilat unë me të cilat unë bie dakord dhe do ta nis në fakt nga e fundit kjo pjesa e përballjes institucionale midis klasës së vjetër politike dhe SPAK-ut, që sigurisht po i lë të gjithë pa gjumë dhe në fakt lidhet shumë me temën e dezinformimit, sepse ne dëgjojmë të propagandën diktatur, ka raporte ndërkombëtare pafund, për shembull që Shqipërinë e konsiderojnë regjim hibrid, regjim tranzicional, pra asnjë autokraci. Mund ta konsiderojmë autokraci, po diktaturë nuk është. Diktaturë Shqipëria ka qenë në kohën Enver Hoxhës apo ndoshta edhe në kohën e Metzogut. Pra, kjo është puro dezinformim dhe s'ka pse të jetë diktaturë, sepse për sa kohë ai të blen, ai ka bler opozitën. Po. Ne të tjerët kemi liri të plot, themi dhe të bëjmë çfarë duan sepse nuk ndikojmë, nuk rrezikojmë pushtetin. E vërtet. Praktikisht për shembull, falni që se ti thua që unë dal media, pse dal media? Sepse nuk e rrezikoj pushtetin, për të qenë sinqert. Po. Sepse unë jam një zë dhe sigurisht zëri im nuk e mbyt dot kakofoninë që prodhohet media. Po jap vetes atributet e i vlen publikut gjykojë nëse them apo jo drejtën, por unë mendoj me time, them atë që unë mendoj se është e drejtë. Por në këto kushte, nëse unë vërtet do ta rrezikoj, pra do ishin shumë zëra si unë, do seleksionoheshin, do baheshin pak zëra, me qëllim që ajo të vazhdoj, pra makineria të vazhdoj. Kështu që në këtë kuptim dhe edhe diktatura nuk ka nevojë të jetë ashtu me kamzhik dhe me siç ishte dikur. Dikur ishte ashtu sepse kërcënimet ishin të një natyre tjetër. Sot e kanë mbyllur, i kanë mbyllur pazar, i kanë mbyllur, e kanë kapur çdo gjë. Po. Dhe ndjen të sigurt. Atëherë, shumë mirë, ju duan disa zëra kritik sepse në fund fare duhet të maskojnë mungesën e alternativës si liri, si hapësirë liri. Por në vargje kësaj që ti nisi të thoje dhe që edhe unë po thoja, ka kontradikta të mëdha pra në njërin anë ti e quan vendin diktaturë, pra opozita, dhe në anën tjetër ka opozita e proteston, e shpreh bindjen e vet lirisht etj. Po ashtu dhe në raport me SPAK-un, pra ne kemi parë në momentin kur SPAK-u shkon pas figurave të mazhorancës, SPAK-u është i mirë si tani, po më parë në momentin kur SPAK-u ndiqte penalisht zotin Berisha dhe familjarët e tij, SPAK-u ishte organizat kriminale më tash. Pra, ai që dua të them është që dezinformimi këtu ke ne, dezinformimi politik, duket tek këto kontradikta të mëdha që ishe edhe në opozit, ishe edhe tek pozita. Një pyetje tjetër që unë kisha në raport me SPAK-un ka të bëjë me ekspozimin e medias ndaj këtyre narrativave, jo drejtësia popullore, jo Republika Prokurorëve, këto dënglet më the tash. Sa ekspozuar është media shqiptare, se që ka analist e dim, por sa ekspozuar është media shqiptare ndaj këtyre narrativave anti-SPAK? Jo, unë besoj që media shqiptare si pjesë e këtij sistemi kapje të shtetit, sistem autokratik mund ta quajmë ose oligarkik, pra mund ka ngjyresa ose element të gjitha këtyre. Media është pjesë e kësaj strukture, pjesë e këtij sistemi, pjesë e kësaj kalpsie dhe gjithashtu fajtore, madje ndoshta edhe më e madhe se sa vetë politikës, e gjendjes ku është vendi dhe ku ka qenë këto 35 vite. Dhe sigurisht që kjo nuk mund të kaloj pa qenë dhe kjo pjesë e friksuar nga puna e SPAK-ut, sepse siç është trekëndshi, pra media, politik, biznes, krim organizuar, tek biznesi futet edhe media, sepse biznesi zotëron media. Ushqen median me reklama ose dhe ka dhe ose dhe mbar. Është një instrument në duart e biznesit. Kështu që në këtë kuptim, dhe madje ka zëra që thonë, po kjo do të vlen shihet sepse këtu zëra ka gjithçka dhe unë nuk merrem shumë me zërat, por që është e kuptueshme që të ketë gjasa të jetë kështu që pronarët të mëdhenj mediash të jenë objekti punës SPAK-ut, siç janë dhe biznesmenë të mëdhenj, të cilët her pas here shkojnë dhe dëshmojnë atje. Nuk është çudi që disa prej tyre nesër të jenë përballë hetimit. Dhe kështu besoj që edhe mediat të jetë pjesë e targetit të SPAK-ut për të çrënjosur këtë sistem, sepse nuk mund të çrënjoset ky sistem pa u marrë edhe me mediat.
Por problemi tjetër është që është më, si ju fole për Republikë Prokurorësh apo për gjyqe popullore. Në fakt, ka një problem të madh, se këtu përmendin gjyqet popullore. Ndaj kujt bëheshin gjyqet popullore të kohës së Enverit, sepse i referohen në kohës së diktaturës së Enver Hoxhës. Bëheshin ndaj njerëzve të thjeshtë, ndaj njerëzve të lirë, ndaj njerëzve të cilët ishin kundër regjimit. Dhe këta i marrin për shembull, pra marrin një metaforë nga ajo periudhë, për diçka krejt të kundër, sepse në atë kohë prokuroria ishte e Enver Hoxhës dhe godiste gjithë armiqtë e Enver Hoxhës. Kurse sot prokuroria po godet Enver Hoxhën. Dhe këta po sulmojnë ata që janë me prokurinë kundër Enver Hoxhës. Pra domethënë në një farë mënyrë, Spaku sot është, pra kë po heton Spaku? Spaku nuk heton njerëz të thjeshtë sepse nuk e ka objekt pune. Spaku heton politikanë të lartë. Pra po heton ata politikanë të cilët janë të dyshuar se kanë bërë korrupsion. Dhe të thuash drejtësi popullore se po hetohen dhe po vihen përpara përgjegjësisë njerëz që kanë vjedhur popullin dhe kjo quhet drejtësi popullore, më fal, po. Dhe vetëm një shtesë ose shumë interesante kjo, dhe ironia me këtë që kur Spaku merri për shembull me Sali Berishën dhe nuk merri me Edi Ramën, thonin këta analistët e drejtësisë popullore që unë Spakun do ta besoj vetëm kur t'i shkoj ke dera Edi Ramës. Tani që Spaku tani ka shkuar, tani jo, po nuk ka vepruar si duhet sepse po bën drejtësi popullore dhe nuk po bën show. Eksaktësisht, pra tregon atë që ti the në fillim Ergys që këta janë të gjithë bashkë dhe betejën e kanë me Spakun, betejën e kanë me ndërkombëtarët. Dhe çfarë do lloj lëvizje të bëj Spaku, në rast se prek interesat e tyre që sigurisht i prek, ata do krijojnë një trill, do krijojnë një narrativ në mënyrë që të kundërshtojnë interesat e Spakut. Edhe kjo Republika, se vlen se këto janë tokë fjalçet shenjues që ata godasin dhe përpiqen të manipulojnë mendimin e njerëzve nëpërmjet këtyre tokë fjalëve. Republika e prokurorëve, sigurisht është e kuptueshme dhe kjo është normale që një vend ku prokuroria përdoret si instrument nëpërmjet të cilit goditen kundërshtarët politike dhe bëhet politik në mënyrë prokurorisë, ky është një cënim për demokracinë, sepse në thelb Republika i takon popullit, i cili vendos me votë. Por, më thënë, kë po godet kjo Republika e prokurorëve, se kjo prokuroria po godet njerëz që vërtet janë demokratë të mëdhenj dhe janë aty si përfaqësues real të popullit dhe që po përcjellin në qeverisje, në vendimarrje interesat e popullit dhe të qytetarëve. Është komplet e kundërta. Po godet njerëz të cilët kanë vjedhur qytetarët dhe popullin. E para, dhe e dyta, kjo prokurori, pra, po godet këta njerëz të cilët janë të paprekshëm, janë të fuqishëm. Pra nuk është se kjo prokurori është instrumenti i të fuqishëm për të shtypur popullin apo të pafuqishmit. Në fakt është krejtësisht e kundërta. Kjo prokurori po godet ata të cilët kanë pasur gjithë instrumentet për ta shtypur ata popullin. Po edhe këtu ka një kërkojnë ndjesën ndërprerësën për ta shtuar. Edhe këtu ka një kontradikt tjetër të atyre që doja mendimin tënd për këtë pjesë që dikur arrestoheshin njerëz jo nga Spaku, nga policitë, nga prokuroritë e rrethave të tjerë për mos pagim dritash ujë, që është një gjë krejt normale në çdo vend civilizuar, po spagove drita dhe ujin, ka një penalitet. Arrestoheshin dhe atëherë të njëjtët analistë thonin që na duhet një prokurori që të merret me këta të mëdhtë, po merret me të vegjël. Tani që kemi një prokurori, pikërisht pra. Sepse, shiko, këta i thënë vërteta kur nuk prish punë. Po kur e vërteta prish punë vërtet dhe vërteta e thënë krijon efekt, atëherë kujdes pak se e vërteta na bëhet problematike dhe e vërteta bëhet problemi i këtij vendi. Më shqetëson dhe një gjë se, shiko, dakord, Spaku mund të ketë meta dhe defekte. Okej, po supozojmë. Po kur e fituan shqiptarët këtë luks të kritikojnë për detajet të tipit që janë shkelur të drejtat e njeriut Erion Velis apo Ilir Metës apo kujdes. Domethënë, kur jam mbritëm ne kësaj dite që vërtet pra të gjithë drejtat e njerëzve këtu janë në rregull dhe vetëm drejtat e këtyre tashmë po shkelen dhe ne si qytetar nuk mund ta lejojmë këtë, domethënë. Dhe nga ana tjetër, vërtet ne pra themi që kjo Republikë prokurorësh, domethënë, është problemi më i madh vërtet në këtë vend. Pra është vërtet Spaku e keqja më e madhe e këtij vendi? Ai ishte drejtësia para reformimit e kulluar dhe befas erdhën ca të huaj dhe thanë do bëjmë një gjë të re dhe shkuan e prishin. Ai ishte ky vend një baxhe me lule si në kohën e Enver Hoxhës dhe befas po na shkatron Spaku këtë vend. Se këtu duket sikur e keqja më e madhe në këtë vend është Spaku. Ndërkohë që ne kemi 35 vite që jemi të pakënaqur dhe të mllefosur me këtë politikë e cila e ka vjedhur dhe zhvatur këtë vend për 35 vite. Dhe befas kur një institucion po godet ata që e kanë vjedhur këtë vend, ky bëhet e keqja më e madhe në këtë vend. Pra duket
që këtu ka një problem, dhe problemi më i madh është për mua, mirë që i thonë këto. Problemi është ke paturpsia me cilën i thon, sepse këtu ngrihen alarme të mëdha sikur kjo po cënon Shqipërinë dhe do shkojmë drejt hunerës në mënyrë të saj. Do thonë ne në huner jemi. Minimumi, nëse kjo s'bën asgjë, po mira, barazimin në xhep e kemi, aty ku ishim jemi. Po sigurisht. Çështja është që kjo vetëm po rregullohet ndonjë gjë. Të paktën, le që kjo po rregullon realisht, sepse këtu vërtet kjo po i frikson ata që deri dje ishin serbes, ishin cinik me këtë vend dhe ishin të paprekshëm. Kanë frikë funksionarët firmosin. Dhe e fundit, unë jam thënë në media, po vlen ta ritheksoj, nëse kemi përballë zgjedhjen midis Republikës së Prokurorëve dhe Republikës së Hajdutëve që ka qenë për 35 vite, unë me të dyja duar zgjedh Republikën e Prokurorëve. Dhe sepse kjo Republikë Prokurorësh nuk janë prokurorë e të fortëve në pushtet për të sunduar. Po edhe në qofshin se e teprojnë, këta janë prokurorë të paktën të pavarur që po godasin të fortit. Nuk ka kjo prokurori nuk merret me qytetarët. Se ma thënë dhe mua që mos pafsh hall të kjo prokurorisë të godet. Nuk ka populli hall me prokurorinë. Po hall populli mund të ketë me prokurorinë e përgjithshme ose me prokurorinë e rrethave. Po me spakun jo. Por me spakun jo. Paktën spaku veç po i bëri mirë këtij populli, keq nuk mund i bëj. E vërtet. Kështu që këtu është e qartë që këta e sulmojnë spakun vetëm sepse janë pjesë e një establishmenti i cili nuk pranon të jap shpirt. I ka ardhur ngordhja, por mbahet me thonjë, shtrëngon dhëmbët që të mos i dalë shpirti. Kjo është metafora me cilën ne mund të përshkruajmë realitetin politik ku kemi mbritur tashmë. Jam shumë dakord të the shumë gjëra interesante, para njëherë dikotomia midis Republikës Prokurorëve edhe Republikës Hajdutëve, domethënë edhe unë jam dakord me ty që në fakt është më mirë të zgjedhësh një Republikë Prokurorësh sa një Republikë Hajdutësh, aq më tepër pastaj kur Republika e Prokurorëve në thojza është e përbërë nga prokurorë të një instance të financuar, të trajnuar nga aleatët strategjik të Shqipërisë. Një gjë shumë interesante kur ti fole për luksin që kanë shqiptarët për të folur për habeas corpus dhe për të drejtat e të korruptuarve dhe i pafajshëm derisa të provohesh i fajshëm. Më kujton këtë pjesën e dosjeve të Epsteinit që ti shifsh analistë pafund që dilnin në televizor dhe shanin Bill Clintonin, shanin Amerika s'ka drejtësia në kur u bëm ne. Nuk ja rezervojmë prezumimin e pafajësisë Clintonit. Tani kur u bëm ne si një prej vendeve më të korruptuara në botë, një prej shoqërive më të mbaruara në botë, ku u bëm ne të japim mend Amerikës për demokracinë e vet, për lirinë e vet, për sistemin e vet të drejtësisë, për sistemin e vet të checks and balances që ka pikërisht pra. Po ky është problemi dhe kur ta shtrova pyetjen e ekspozimit të medias, një nën pyetje që në fakt nuk ta bëra në mënyrë direkte, por kam qejf ta bëj tani është, ore pse i ftojnë këta njerëz? Ç'a përfitimi ka publiku të dëgjojë mendimin e X-it apo Y-it për Republikën e Prokurorëve kur publiku e fundit, sipas të gjitha sondazheve që janë bërë, gëzon respekt për spakun si për asnjë institucion tjetër. Pra për çfarë duhet publiku të konfrontohet me këtë bindje, me këtë mendim? Sepse këta janë kundër publikut dhe këta janë aty për të luftuar bindjen e publikut. Pra këta janë aty për të gënjur publikun, janë instrumentet e Republikës së Hajdutëve për të gënjur publikun, për të thënë që ata që kapin hajdutët janë e keqja e vendit, jo ata që vjedhin. Po. Ky është paradoksi. Cinizmi, të tallesh me njerëzit, po. Dhe këto media sigurisht janë media të cilat janë në duart e një oligarkie, e cila ka sigurisht i bën parat me pushtetin. Patjetër. Dhe duke qenë se parat i bën me pushtetin, do mbahen në atij që e paguan. Jo të atij që sigurisht. Që në këtë kuptim prandaj këta janë pjesë e establishmentit. Konflikti pas interesi. Dhe themi gjë për këtë, me përmende SBA-t dhe faktorin ndërkombëtar. Unë personalisht kam qenë herët kritik ndaj ndërkombëtarëve. Biles nëse këtu gjithmonë kanë qenë që sulmoi politika shqiptare etj. Unë kam pas një prirje që të them që edhe populli ka faj, po edhe ndërkombëtarët kanë faj, madje kanë shumë faj. Dhe kam qenë gjithmonë, madje shpeshherë më kanë akuzuar shumë njerëz kanë thënë që shiko, mos po teproni çik se para shin kurajo që dalin flasësh kundër ndërkombëtarëve. Sot mua më akuzojnë që jam kështu pro-amerikani më i madh më i tepur në Shqipëri. Dhe unë nuk po mbroj interesat e vendit tim, pra më thënë unë akuzohem se nuk jam i prirur të shoh interesat e Shqipërisë para të Amerikës, po jam apo ksenofilik themi. Në thelb, absolutisht, më thënë vazhdoj të kem të njëjtat qëndrime kritike edhe ndaj ndërkombëtarëve dhe ndaj amerikanëve dhe ndaj europianëve,
por në këtë mes, sigurisht që amerikanët dhe ndërkombëtarët kanë shumë faje për gjendjen e këtyre 35 vite, sepse një farë mënyrë ata kanë qenë aktorë të rëndësishëm në këto 35 vite. Por duhet ta pranojmë që nuk kanë qenë atë e keqja kryesore në këtë vend, dhe të këqija të këtë vend nuk na kanë bërë ata. Ata mund të fajsohen pse nuk na i kanë zgjidhur, pse s'na kanë ndihmuar dhe aq shumë, pse s'na kanë marrë dhe aq seriozisht. Por ata nuk mund t'i fajsojmë pse këtu është vjedhur 35 vite, se nuk na kanë vjedhur ata, themi drejt. Patjetër, dhe nga ana kanë vjedhur këta tanët këtu. Dhe nga ana tjetër nuk mund dot se çfarë është bërë nga unë jam i kësaj bindje Ergyes, që çfarë është bërë nga ndërkombëtarët në Shqipëri me përjashtime të vogla është gjë e mirë, sepse ti sidoqoftë nuk mund të presësh dot që ndërkombëtarët ty të nxjerrin nga problemet. Jo, patjetër, po sigurisht. Pra, dhe çfarë aq pak sa kanë bërë ndërkombëtarët me vettingun ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, me spakun, me të gjithë instancat që kanë ndërtuar, është e mjaftueshme për një popull që duhet t'ia gjejë vet. Po pra, pikë pari, unë kam qenë kritik ndaj kombëtarëve pse nuk na kanë pse nuk kanë luftuar më fort që të na çlirojnë nga hajdutët. Okej. Por nuk mund të themi që fajin për vjedhjen e kanë ata, kanë këta herë. Sigurisht. Pastaj e para, e dyta, ti tani befas zgjohesh dhe shikon problemet e ndërkombëtarëve kur në momentin që ndërkombëtarët po reflektojnë dhe po kërkojnë të fusin burg hajdutët. Pra, ato probleme që i kishin për herë të parë po prodhon një politikë tjetër e cila po reagon ndaj atyre problemeve. Dhe ne befas tani dalim sovranistët më të mëdhenj dhe ne befas nuk pyesim as për Europë, ne nuk duam ne jemi sovran, vendosim ne, nuk vendos Amerika për ne, nuk deri dje kanë bërë këtu çka ka thënë Amerika Evropat, sot pikërisht sot kur Amerika dhe Europa i thotë fusin burg hajdutët, këta dalin dhe çojnë në vend dinjitetin ton kombëtar për të mos u nënshtruar urdhrave të huaj. Dhe paftërsia aty është që ata nuk është se janë sovranistë realisht, pra, se ka realisht njerëz që janë sovranistë në sensin e ata janë shumë për të respektuar. Unë e mbaj vetë për sovranistë. Ata janë pragmatistë që në momentin kur ndërkombëtarët amerikanët dhe evropianët mbështeten një sistem drejtësie që godet korrupsionin e lartë politik dhe jo vetëm, ata duke ditë që janë me këtë korrupsion dhe përfitojnë para nga ky korrupsion, kuptohet që u ngritën të mbrojnë sovranitetin e Shqipërisë dhe të mbrojnë Shqipërinë nga imperializmi huaj dhe të mbrojnë këta figurat, këta çirintarë tani janë politika po. Tashmë shkëm graniti, kështjellën pamposhtë buzë Adriatikut kundër fuqive të mëdha. Është gallat e madhe. Pak thua qesharake. Është qesharaksia e madhe. Tani në kuadër të dezinformimit politik në fakt, kjo lidhet edhe me spakun, por një për gjërave që un kam parë edhe në debate me njerëz unë dhe vet, është kjo pjesa e keq interpretimit të raporteve ndërkombëtare. Do t'jap dy shembuj. Së fundmi doli raporti i Transparency International, një organizatë prestigjioze e madhjes së korrupsionit, ku Shqipëria rankohej 11 vende më pak se sa çka qenë vitin e kaluar në raport me perceptimin e korrupsionit. Dhe këtu doli sidomos këto të analistët që mbrojnë të drejtat e korruptuarve, ta dolën e thanë që shiko, spaku tani ka fajin për rritjen e korrupsionit, sepse këtu është rrit korrupsioni. E para herë, edhe sikur të ishte rrit korrupsioni, spaku nuk mund t'ja faturosh spaku, dhe e dyta nuk është rritur korrupsioni. Ka një rritje të perceptimit për shkak të punës së mirë të spakut. Dhe rasti tjetër pastaj kjo lidhet dhe me opozitën shqiptare dhe me mungesën e mea culpës së PD-s dhe opozitës shqiptare në raport me humbjen e zgjedhjeve, ishte progres raporti i OSP Audirit. Progres raporti thoshte, është e vërtetë që shtetet e partia u bën një, por nga ana tjetër, fjalia parë e progres raportit ishte zgjedhjet u mbajtën në mënyrë profesionale edhe të drejtë, pavarësisht se zgjedhjet kishin 100.000 problematika. Pra ishte de facto një certifikim i zgjedhjeve. Pra pse faktorët politik në Shqipëri, Ergyes, kanë këtë tendencën që të keq interpretojnë raportet ndërkombëtare ose të mashtrojnë në raport me dhe ku është media këtu? Pse nuk e bën media punën e vet për të kundërbalancuar këtë gjë? Nuk e bën se siç e thash, media është në shërbim të fajtorëve. Nuk është në ata gazetarë të lirë për shkak. Pak themi atë që është. Në media ka hapësirë për të thënë të vërtetë, sigurisht. Unë paktën nuk flas sepse vetë mundohen ta përdor atë hapësirë. Sigurisht hapësira që përdoret kur ti thua të vërtetën është më e vogël se sa hapësira që të krijohet kur ti thua gënjeshtër. Do të thënë, nëse thuat gënjeshtër, ti je shumë i ftuar, shumë i madje edhe i mbrojtur nga media, se kur ti thua të vërtetën dhe sulmohesh nga media, do bëjnë dhe kurthe nëpër studio. Po. Por sigurisht që madje ai që thot gënjeshtrën, sigurisht gënjeshtën që i bën punë dikujt, se gënjeshtra nuk thuhet kot, është dhe i paguar mirë. Por themi pra dalim tek raportet. Sigurisht pse i përdorin raportet? Raportet i përdorin sepse ata të vetë dinë që nuk kanë legjitimitet në gjërat që thonë. Dhe duke dashur të prodhojnë legjitimitet, ata përdorin shtrembrime nga partner
të tjerë prapë, do të thënë ata ftojnë në partneritet raportet e huaja për t'i përdorur të dhënat e tyre në mënyrë të shtrembruar për atë gënjeshtrin që ata duan të prodhojnë. Në rastin konkret ti e kave tamam, është Transparency International gjykon nëpërmjet perceptimit, sepse nuk ka si e mat ndryshe. Pra ajo mat perceptimit. Dhe nëpërmjet perceptimit ti krijon një ide, krijon një përfytyrim mbi gjendjen e korrupsionit në një vend. Dhe madje unë kam pas kritikuar këtë lloj raporti që herët, ose mënyrën se si është përdorur, që pa u shtrembruar për këtë gjë. Sepse ne dilnim sigurisht keq, por unë kam menduar gjithmonë që jemi më keq se sa dilim në raport, sepse sigurisht perceptimi kushtëzohet nga shumë faktorë, jo vetëm nga gjendja reale e korrupsionit. Dhe nga ana tjetër, unë e kam kritikuar këtë raport edhe për faktin që përdor të njëjtën metodologji për gjitha vendet e botës ku vepron. Dhe thjesht vendet caktuara kanë, pra kontekstet ndryshme kanë nevojë për metodologji të ndryshme për ta nxjerrë vërtetën në mënyrë. Mirë, po duhet qenë një organizatë e cila vepron për gjithë botën, e ka shumë vështirë që të punojë për çdo vend në mënyrë të detajuar specifike, dhe prandaj prodhon raporte të përgjithshme, të cilat kanë pra kanë themi masën e tyre të vërtetës, po sigurisht dhe masën e tyre të diskutueshmërisë të dhënave që japin. Kjo pastaj, kjo është e kuptueshme, të thuash që u rrit, se këtë kam dëgjuar edhe më parë. U rrit thuhet është rritur korrupsioni, ka një 2-3 vjet që thuhet kjo, që Spaku ka filluar punën. Do thënë ti më mendon që sipas kësaj logjike duhet mos ta luftojmë korrupsionin, sepse po e luftuam korrupsionin, do na rritet indeksi i perceptimit të korrupsionit, po. Atëherë zgjidhja kush është? Mos ta luftojmë që ai të mos rritet. Ta lëmë galopant. Po. Nuk e di. Besoj se ka nevojë për ta shtjelluar më gjatë absurditetin e kësaj lloj logjike me cilën përdoren të dhënat thjesht për të ushqyer gjithmonë gënjeshtrën dhe një lloj prralle e cila ka vetëm një funksion të mbrojë gjendjen ekzistuese, të mbrojë statu quo-n 35 vjeçare, në kushtet ku kjo statu quo po kërcënohet. Se ta mbrosh këto kur nuk e shpreh se mund ndryshoj, dakord. Por në kushtet kur për të parë kemi shpresë që gjërat mund ndryshojnë, është e pafalshme që kaq shumë investohet kaq shumë për ta penguar, për ta vrarë këtë shpresë, për ta penguar ndryshimin. Pra, kemi një shans të ardhë, që nuk besoj se mund të përsëritet, që diçka të ndryshojë në këtë vend. Problemi është që gjithë janë bërë garth për të penguar ndryshimin, për ta mbajtur gjendjen, situatën aty tek ky realitet, pra kjo këneta e këtyre 35 viteve, që ose përdor një metaforë Edi Rama, është fjala kënet. Problemi është që pjesë e kënetës vetë, madje pjesa thelbësore e kënetës, pra bufi më i madh i kësaj kënete është Edi Rama. Pastaj Berisha me radhë. Por në momentin që kemi shanse që kjo në kënet thahet, lind diçka tjetër, pra këta bosët e kënetës godasin këdo që merr pjesë tek ky operacion tharje, me qëllim që ta mbajnë situatën në gjendjen që është. Dhe nga ana tjetër mendoj shumë drejtë kjo që the, dhe nga ana tjetër mendoj që kur vjen puna tek goditja e narrativave dezinformative, por dhe betejë me diçka që nuk është e vërtetë, unë mendoj që ne si shoqëri kemi pak problem të gjë. Domethënë, unë e shoh vetë edhe në biseda me njerëz se kur jam futur për debate, më thuhet pse bëre debat me atë person për shkakun, sepse ai nuk ka ardhur për një agjendë aty ose nuk mbushet etj. Por ti nuk e nxjerr dot të dritën, të vërtetën në dritë në shoqëri. Në momentin kur ti nuk bën debate me njerëz që thon mbrojtshkulla, me njerëz që thon gjëra që janë pa sens. Sepse dhe këto janë masivisht, janë shumë që thon mbrojtshkulla. Pafund, ka pafund dhe ne kemi këta i ke edhe të mirë sponsorizuar nëpër media më the tash. Në përgjithësi ne jemi çik shoqëri konspiracioniste, domethënë kur shohim diçka shoqëritë pa e vërtetë, pa ndriçuar, atë pa e vërtetë. Jashtëzakonisht e vërtetë dhe në fakt ne kemi këtë gjë që në momentin kur shohim diçka që është e certifikuar, është i fakt i certifikuar, i cross-checkuar, që i paraqitur në një dokument serioz, dhe që ta jep përshtypjen e një fakti, ne kemi më kollaj të besojmë fjalën e gojës, kemi më kollaj të besojmë një budallëk që është në një qenef, në një kafene, nuk ka rëndësi, sa të besojmë dokumentin zyrtar apo një instancë zyrtare. Pse? Sepse mendojmë që ajo mund të jetë komprometuar. Për shembull, rasti, ja t'jap një shembull konkret ke kjo, rasti Instatit. Instati bëri censusin në vitin 2024 dolën të dhënat. Në verën e 2024 bëjmë që kanë dalë. Dhe Shqipëria ishte me 2.4 milion banor. Tani unë nuk kam bërë anketa për ditur që për të thënë që Shqipëria është 1 milion apo 1.5 milion, por më zhduket gjithmonë çudi
që Shqipëria të jetë 1.9 milion banor apo 1.5 milion banor, nuk e besoj këtë gjë. Dhe përballë kësaj ne kemi një fakt, disa njerëz që paguan me parën e shtetit, kanë bërë një anketim që Shqipëria kanë qenë me 2.4 milion banor. Pra pse duhet besojmë këtë teorinë? S'është anketim, është matje në terren. Matje në terren. Për çfarë? Ne ose besojmë që është manipuluar ajo, po që të manipulohet ajo do një operacion shumë sofistikuar dhe do të një arsye shumë madhe që ta bësh, po ose pastaj nuk e di çfarë kemi që e masit. Pra si popull ne e kemi shumë të vështirë kërkimin për të gjetur faktin dhe pranimin dhe besimin e faktit. Kemi më kollaj të pranojmë një fantazi, sa shumë na shkon e përshtat, sesa ta shohim të vërtetën në sy. Ne kemi prek dy tematika të dezinformimit politik, duke ditë që është temë kaq e gjerë, ka edhe shumë të tjera dhe ka pafund gjëra, se çfarë dëgjon këtu. Kjo ndoshta ka më pak vlerë se këto dy tjera, por sigurisht që duhet përmendur se si shoqëri ne duam të civilizohemi edhe në aspektin politik. Edhe unë për shkak kur dëgjoj njerëz që thon PS-ja majt PD djathtë realisht qesh sepse duke qenë një njeri që ka marrë për shkenca politike, e di çfarë është majta, e di çfarë është djatha modestisht, po i di kanë të lexuar filozofët dhe nuk mund të them, asun nuk mund të them për shkak që PS-ja është djathtë dhe PD është majt, nuk kam shkuar aq larg, por ta quash automatikisht PD-n të djathtë dhe automatikisht PS-n të majt, pra një keq përdorim i termit majtas djathtas, nga vjen kjo pra, dhe a duhet luftuar kjo, mendon që është problematike për shkak në media? Sigurisht që është problematike sepse këtu ka dhe një gjë tjetër që këtu edhe keq kuptohen gjërat, për shembull gjërat që bën PD-ja shpeshherë vlerësohen si të djathta se i bën PD-ja, ndërkohë që protesta Morotovë djathtë. Ultra. Për shembull unë kam qenë ndonjëherë me Berishën dhe kam thënë madje si ti bën revolucion, kam qenë online. Edhe i djathtë. Kjo që revolucioni është komplet, domethënë nëse ka një gjë shumë thelbësore ku dallon e djathta me të majtën është revolucionarizmi. Revolucionarizmi është totalisht djathtë, i majt, dhe është madje ekstremisht i majt. Të djathtët janë përkundër se sidomos konservatorët për ndryshimet graduale, për maturi, që është komplet e kundërta me revolucionin, i cili revolucioni do përmbysje, dhe Berisha thonë që po, por ne kemi revolucion paqësor. Domethënë ai prodhon një term që e shpik aty për aty, që nuk ekziston. Sigurisht kuptimi i revolucionit paqësor nuk ka të bëjë me djathtën e të majt. Sigurisht ka revolucione, për shembull revolucioni industrial që përmendet si term, ose revolucioni kulturor, ose revolucioni politike. Pra përmbysje e rendi, por paqësore. Sepse nuk është thjesht elementi i dhunës që e bën të jetë e majt. Është thjesht revolucionin vetvete që e bën e majt. Sepse përgjithsisht të majtët janë për gjitha llojet e revolucione, revolucion kulturor, revolucion politik, gjitha, duke përfshirë edhe revolucionin thelbësor shoqërisë. Sepse nisen nga Marksi, përmbysja, dialektika, përplasja, sjell zhvillimin dhe sjell hovet e reja. Nisen themi nga Hegeli, hovi historik. Tani në këtë kuptim, pra, kur ti thua një konservator, njëri që pretendon të konservator që nëse ka gjë ku ndahet e djathta nga e majta, është pikërisht qëndrimi ndaj revolucionit. E djathta ose konservatorizmi ka lindur si kundërvënie ndaj revolucionit, revolucionit francez. Edmund Burke është një nga baballarët e konservatorizmit modern, themi, që libri i tij ose ajo që është letra që ai dërgon franceze lidhur me revolucionin francez, pra ishte gjithë thelbi është revolucioni. Ai ju tregon se pse ajo që po bëjnë ata është e dëmshme, është shkatërrimtare për shoqërinë. Dhe në fakt ashtu doli. Pra ju kundërvua revolucionit francez dhe madje po të gjithë autorët, Tocqueville, Montesquieu, gjithë, domethënë ata që ne mund t'i marrim si ose de Maistre, që është themi emblema e radikalizmit dhe konservator, është pikërisht antirevolucionarizmi që e karakterizon të djathtën. Edhe sot e majta është për revolucion kulturor, sepse nuk bën dot revolucione me pushk tashmë, por pra, revolucion paqësor, thotë majta. Edhe aq paqësor nuk është fakt, por protesta, po brenda jo me zjarr, domethënë themi me armë, pra jo me gjak. Ku dallon e djathtë? Djathta është kundër revolucionit, pra. Dhe problemi është që këtu janë keq përdorur shumë tezat, saqë këtu ka humbur ideologjia. Mbi të gjitha. Problemi është që të dyja palët këtu janë njësoj, nuk kanë dallim as ideologjike me njëra tjetrën. Edi Rama nuk përfaqëson më absolutisht asgjë nga të majtës, dhe ato që ne mund t'i quajmë vlerat e së majtës, unë jam i djathtë, por sigurisht mendoj që edhe majta ka
themi legjitimitetin e vet Ka ca teza që mund të provohen. Diskutohen, për mua janë të kritikueshme, por qëndrojnë dhe nuk mund të themi që nuk janë legjitime. Por gjithsesi nuk i ka Edi Rama, domethënë ashtu siç Berisha nuk ka çfarë qëndrimi ka ndaj pronës, çfarë ka pasur Berisha? 7501, ky ka qenë ligji. Po pse po me Komisionin e Kthimit Prona, po me ku diun me një gjë. Çfarë qëndrimi ka Berisha ndaj çfarë kanë pasur ndaj ku diun ndaj familjes, ndaj s'ka prodhuar kur asgjë, përkundrazi, ka miratruar ligjin më anti-themi që është antagonist me konservatorizmin, ka miratuar ligjin kundër diskriminimit, i cili ishte një ligj për mbrojtje të drejtave të gejve. Do të thënë, Berisha që sot thotë që unë jam kundër gejve, kundër prindi 1, prindi 2, në fakt është më avangardi në këtë mes, sepse badje këtë ka pranuar dhe vetë pjesëtarët e lëvizjes LGBT që kur thonë që ai ka bërë për ne më shumë se çdo kryeminist tjetër. Dhe është reale që ka bërë më shumë. Ose për shkak kur flet për pjesën e luftës kulturore të djathtas në Sorosit, ndërkohë që ne e dimë mirë që zoti Berisha e ka futur Sorosin si që miku i tij në më të afërt, më të ngushtë. Madje jo më larg se në vitin 2011 mos gaboja ose 9, se nuk kujtesa ime nuk është shumë e mirë, madje shumë e keqe, por e ka takuar, ka pritur në zyrë dhe ka dalur para gazetarëve dhe thotë që miki i madh i shqiptarëve, filantropi i madh, njeri i madh, domethënë e vlerëson si bamirës i madh Sorosin dhe miki i madh i shqiptarëve, Berisha. Po. Tani ne e dim këtë, por që Berisha çfarë thot sot nuk thot nesër, madje në brenda të njëjtit fjalim bien kundërshtim me veten e vet, por gjithsesi problemi është këta nuk kanë ideologji. Pse nuk kanë ideologji? Sepse këta nuk kanë parime, sepse këta nuk kanë moral, sepse këta nuk kanë ide. Këta kanë vetëm interesa personale, klanore, ekonomike, financiare. Interesat e tyre janë si të vjedhin. Kjo është. Po. Dhe kur ka këto, ata nuk kanë probleme me ideologji, me pikpamje dhe madje bën një problem, pra i bën një të keqe të madhe këtij vendi sepse i përdorin aq keq idetë saqë bëhen të pa përfaqësueshme. Njësoj si edhe në SBA, për shembull, konservatorët me çfarë kanë bërë ata më para, që kanë përdorur për interesa politike problematike dhe shpeshherë shumë njerëz e kanë pasur për turp të konsideruar si konservator. Unë për shembull e kam mbrojt dhe kam shfaq qëndrimin tim konservator edhe kur PD-ja thoshte që ne jemi liberal, ne jemi modern, ne jemi pra ishte në teza krejt tjera. Sepse nuk ishte trend të ishe konservator, dukesh sikur pra fjala konservator barazohej me fjalën i prapambetur apo i vjetër. Dhe unë me edhe kurajën time thoya jam konservator kur askush nuk e pohonte këtë. Sot vjen puna që të vjen dhe si zor thuash konservator se kur shef se kush brohoret më të madhe për konservatorizmin sot thuash s'ja vlen të identifikohesh me ta. Pra këta në një farë mënyre e degenerojnë kauzën që pretendojnë se e përfaqësojnë nëpërmjet përdorimit të saj për interesa as pak etike, as pak morale, as pak parimore, por thjesht të përbashkëta me atë të palës tjetër që janë interesat ekonomike, të cilat ata mund t'i zgjidhin fare mirë, duke rënë dakord, duke i bashkëndarë tortën e pushtetit, në mënyrë që sepse ka një logjik. Nëse ne zihemi, ne do fitojmë të dy më pak, por nëse ne merremi vesh, bëjmë kartel, ne do të mund ta ndajmë më mirë tortën e pushtetit dhe do përfitojmë të dyja palët më shumë. Dhe kjo është problemi në Shqipëri. Problemi këtu s'ka më as të majt as djathtë dhe s'ka më fare interesa, pra objekt për ose qëllim ose objektiv dikush që t'jeti majt apo i djathtë, por qëllimi ka si unë t'i përdor këto ide për të gënjur disa njerëz, për t'u marrë atyre votën dhe për ta përdorur këtë votë për interesa pastaj personale, totalisht kundërta me ato për cilat pretendoj se janë politik. Po jam shumë dakord përqafues profesionist kauzash për t'i përdorur pas to kauza për qëllime ekonomike, klanore, siç e the ti. Dhe sigurisht që kjo në fakt si shoqëri është e ndërtuar në mënyrë të tillë ku njeriu në përgjithësi të sheh punën e vet, jo sheh punën e vet në sensin që si perëndim, pra kur respekton lirinë e tjetrit, respekton lirinë tënde, ke privatësinë tënde, ti sheh punën e vet në sensin që mjafton ta zgjidhësh ti problemin tënd dhe problemi sistemik nuk ka nevojë të zgjidhet. Mjafton ti të kalosh ta bësh atë rrugën, ta kalosh atë trafikun ku janë parku 2-3 makina, 2-3, e kalove ti, problemi nuk quhet më, nuk ekziston më trafiku. Kështu që ky është problem shoqëror dhe në fakt pyetjen e fundit që unë dua ta diskutojmë në mënyrë të shtjelluar
unë duat në fakt ta lidh me lidhjen që shoqëria ka me politikën, sepse unë gjithmonë kam qenë i bindjes që klasa politike është derivat i drejt për drejt i shoqërisë. Ndërkohë që po të shohësh media shqiptare për shembull, ti mendon të krijohet përshtypja sikur shqiptarët kanë qenë një popull pas ndonjë problemi fare, erdhën ca pelikan, na sollën Ramën, Berishën, Metën etj, edhe politikanë të tjerë, edhe këtu tani u bë çdo gjë pis, edhe aman e hiqni këta që të pastrohemi. Pra, a je dhe ti i kësaj bindje që politika është derivati i shoqërisë dhe a duhet analiza nëpër studio dhe nëpër media të bëhet bazuar ke kjo në fillim, që ne jemi një shoqëri shumë problematike. Kjo është pyetje shumë e gjerë dhe shumë edhe e vështirë deri diku, domethënë për të dhënë një përgjigje përfundimtare themi. Sigurisht ka autor që janë elitistë, që mendojnë që elitat e prodhojnë shoqërinë nëpër botë, të flasim, se këtu s'ka autor për asgjë, përgjithsisht, ose ka shumë pak. Dhe ndërkohë që ka autor të tjerë të cilët mendojnë që jo, është shoqëria që prodhon elitat dhe elitat thjesht i përgjigjen shoqërisë. Sigurisht, unë mendoj që e vërtetë është diku ndërmjet. Pra një farë mënyre është e vërtetë që fraza çdo popull meriton qeverinë që ka shumë të vërtet brenda, dhe është e vërtetë që në një farë mënyre shoqëria prodhon kushtet që të ketë disa elita të caktuara, pra një lloj profili politikanësh që e drejtojnë, por nga ana tjetër është dhe elita e cila në një farë mënyre farkton shoqërinë dhe në një farë mënyre prodhon pritshmëritë publike, të cilat pastaj përmbushen nga lloji politikani që e drejton. Pra ka një lloj korelacioni kjo ndërvarësie midis këtyre dy gjërave. Në rastin konkret unë besoj që sigurisht ky popull shqiptar për shkak të një faktorëve kryesisht historik, për shkak të një përvoje që është akumuluar këtu në raport me mungesën e thellë të lirisë me cilën është mësuar të jetojë për kohë të gjatë, e ka shumë vështirë të kuptojë demokracinë, pavarësinë e institucioneve, të kuptoj dhe politikën racionale, pra politikën si ushtrim funksionesh apo domethënë diçka të shkëputur nga turmat. Po. Kryesisht në Shqipëri politika bëhet nëpërmjet turmave, sepse ne jemi kultivuar një sistem monist paktën për 50 vitesh. Po. Dhe ky mentalitet vazhdon të trashëgohet ku kemi një lider i cili udhëheq turmën, pra ideja e bariut dhe baktis. S'ka institucione pra, është vetëm nuk ka institucione, lider popull. Nuk qeveriset me ligje, me drejta, pra kur flasim racionalizim të pushtetit, pra nuk ekziston. Pra nuk ekziston politika moderne themi. Para politik. Më saktë mund ta quajmë politik, por unë e quaj më shumë politik totalitariste në thel, pra domethënë politik sipas një kulture politike totalitare. Problemi që ndron këtu që elitat mund të kishim bërë diçka për të ndryshuar gjërat në këtë vend. Nëse ne do ta kishim hedhur pas krave realisht sistemin komunist dhe do kishim prodhuar elita antikomuniste apo elita të cilat do donin vërtet të zhvisheshin nga e kaluara, do të kishim punuar edhe në këtë drejtim për të prodhuar një mentalitet të ri, një kulturë të re politike nëpërmjet të cilën ne do të mund të përgjigjeshim një shoqëri e vërtet demokratike. Problemi është që ne nuk e rrëzuam totalisht atë regjim, dhe bida e regjimit, njerëzit e regjimit, njerëzit që i shërbyen atij regjimi vazhduan të jenë elitat e reja në kushte demokratike. Dhe sigurisht që këto elita nuk do bëjnë gjë tjetër vetëm se akomodimin e regjimit në kushtet të reja, në kushtet e ekonomisë lirë tregut dhe në kushtet e demokracisë. Dhe në fakt që do thotë kushtëzimi i ekonomisë lirë tregut dhe demokracisë. Pra që në një farë mënyre, pra bida e tyre çfarë bën? U shtruan në kapitalistë, por jo në kapitalistë cilët garojnë në mënyrë të ndershme një treg të lirë, por kapitalistë cilët kapin tregun dhe prodhojnë monopolet e tyre. Dhe kjo gjë ndodh në ekonomi, kjo gjë ndodh në politik, monopolizimi i politikës, kjo gjë ndodh në kulturë, monopolizimi i kulturës, artit, kulturës përgjithësi. Kjo gjë ndodh në shkencë, po të shohësh në universitete, po të shohësh shumica janë njerëz që kanë bërë në fushën e historisë, ata që kanë shkruar historinë e Partisë Punës, vazhdojnë shkruarin historinë sot, duke na treguar neve që ajo kohë kishte edhe të mirat e veta. Po kishte të mirat sepse ata kanë qenë të privilegjuar në atë kohë. Kishte të mira për ata. Po kështu në çdo fushë. Dhe prandaj ne shohim që në çdo aspekt në Shqipëri ka probleme të një natyre dramatike. Pra kur sheh se çfarë bëjmë politik,
thuaj që kjo është e tmeshme. Po kur shet se çfarë bëhet, ku diun, në Federatë e Futbollit, në në Akademinë e Shkencave, në universitete. Nuk flet njëri. Është po e njëjta gjë. Është po e njëjta gjë, por nuk flet njëri. Po edhe nuk flet njëri. Pra Se nuk i bën përshtypje prandaj. Mungon. Jam mësuar. Po ja them për shkak, fal. Gjëja më e tmeshme, u bën zgjedhje për universitete. Të gjithë ata që janë të korruptuar, që i njohin të gjithë, të cilëve ju ka dalë që kanë bërë plagjatur. Minimumi, nuk duhet të jem fare të japim mësim. S'ke bërë plagjatur, duhet dalësh fishek nga sistemi. U votuan dhe fituan. Më të këqijt fituan. Ata që ishin më pak të këqij se këta, të themi, diku edhe ndonjë i mirë mes tyre, nuk arritin të fitojnë. Sepse këta e kanë kapur dhe kudo funksionon sistemi i kapur dhe kjo lloj logjike funksionon kudo dhe nga ana tjetër kultura e shoqërisë për të kërkuar drejtën, për të mbrojtur drejtën, për të mbrojtur parimin nëpërmjet të cilit zhvillohen rregullat e lojës, mungon dhe përpasoj mungesa e rregullat e lojës dhe mungesa e fushës ku zhvillohet loja e drejtë dhe dur, bën që sistemi të jetë ky që është jetë gjithmonë i kapur. Dhe në këtë kuptim prandaj mendoj që është e ndërsjellë. Populli ka faj sepse populli trashëgon një mentalitet totalitar, i cili ka nevojë të udhëhiqet nga lider të fortë që shfaqin gangsterizëm politik, që imponohen nëpërmjet dhunës politike, dhe nga ana tjetër, këta lider e pengojnë çdo lloj frymë lirie apo çdo lloj frymë racionaliteti që ai të zhvillohet dhe të prodhojë mendësi të reja të cilat kërkojnë realitete të reja politike. Dhe fatkeqësisht këtu përfshihen edhe mediat, të cilët gjithashtu i frynë kësaj lloji. Për shembull, nëse ti flet shpeshherë për aspekte të racionalizimit politik, shpeshherë edhe përqeshesh nëpër media se thënë ti po na kërkon ne pralla, domethënë ndërkohë që ne këtu jemi në realitet. Nuk e konceptojnë dot fare. Në emër të këtij realiteti ne s'duhet as të themi ato që do duhet të ishin. Sepse në emër të debatit mbi gjërat ashtu siç janë, ne nuk duhet të flasim për gjërat ashtu siç duhet të jenë. Dhe përpasoj, ne duhet të vazhdojmë të legjitimojmë statu quo në një realitet i cili përjashton çdo lloj mundësie ndryshimi. Dhe përpasoj ne vazhdojmë me këtu jemi. Shiko, ti në fakt the një gjë shumë interesante në raport me politikën si një instrument racional. Pra, në vetvete çdo gjë është politik, nëse ti i hyn të analizosh, dhe në fakt edhe shembujt që ti dhe qoftë me Federatën Shqiptare të Futbollit, qoftë me universitetet, qoftë me mediat, të tregojnë në fakt që ky popull në masë të madhe për arsye historike, antropologjike, kulturore që mund të diskutojmë, nuk e sheh përgjegjësinë tek individi. Gjithmonë e sheh përgjegjësinë tek turma, e sheh përgjegjësinë tek i forti, tek shefi bajraktari i lagjes, tek politikani, tek njeriu i fortë. Nuk e sheh veten si instrument të përmirësimit të jetës së vet. Këtu nis dhe problemi. Dhe për shembull do t'jap edhe dy shembuj se është bë debat shumë interesante dhe më vjen shumë shembuj në mendje. E ilustron dhe e qartëson idenë. Pikërisht, në një debat para ca kohësh diskutoi kjo projekt ligji i qeverisë për burgimin me 5 vite për parkimin dyshe, treshe etj. Tani ne mund të bëjmë një debat ligjor, patjetër debat politik, as zgjedhjet, por ajo që kanë kuptuar është që publiku, pra është një gjë për shkak thua që kjo mënyrë nuk e zgjidh problemin. Është legjitime. Por mua më duket sikur këta analistë me cilën po debatoj apo dhe njerëz avokatë më thash, këta nuk e konsideronin problem fare. Pra se konsideronin problem që ti parkon aty mund mes rrugës, do kalosh aty si do kalosh. Në një moment të caktuar do duhet vetë të parkosh ashtu edhe njerëzit nuk do të ta marrin për keq. Pra, domethënë nuk bëhet fjalë këtu për zgjidhje të problemit sistemik. Këtu bëhet fjalë për si të kalojmë të gjithë dhe nga ana tjetër bëhet fjalë për një normalizim. Pra, domethënë se e gjetë këtë argumentin, pse për shembull ne të kapim ata që nuk paguajnë drita dhe ujin ose që parkojnë dysh, ndërkohë që këtu po vidhen me miliarda. Tani është e vërtetë që këtu po vidhen me miliarda, po ne tash nuk faktikisht po vidhet sipër, nuk do thotë që ne ta fikim shtetin komplet, domethënë mos zbatohet as ligji tu të vidhen argjendari, të vidhen bankat, mos paguajnë dritat, parkohet dyshe tresh. Pra, këto janë të gjithë simptoma të një populli siç e the ti, që nuk e kupton institucionin, nuk e kupton ligjin, nuk e kupton shtetin, se kupton pse ajo e shkruara është ashtu siç është. Dhe nuk beson tek marrëdhëniet spontane, një me një, individuale dhe ke, siç e the ti, interesat fisnore. Dhe shembulli tjetër për shkak që doja t'jepë dhe duhet ta dia pak mendimin tonë në raportin Partitë e Reja, se u përmendën pak a shumë. Kur bëheshin zgjedhjet,
në maj 2025 dhe përpara gjatë fushatës, diskutoi shumë për kryesisht eksponent të opozitës që thonin vota do fragmentarizohet, pra mos ketë parti të reja, se do fragmentarizohet, tani ka mentalitet më totalitar se ai, se ti nuk je në sistem mazhoritar, ti je në sistem proporcional. Ne kemi zgjedhur këtë sistem me shumë defekte, që teorikisht në parlament kemi sa më shumë forca të grupimeve të caktuar shoqërisë, për shembull ti je konservator, ti Berishën nuk e voton. Rama nuk e voton, me logjikën e këtyre ti bie mos profesosh fare. Unë kemi i përshtuar nga sepse po fragmentarizon votën e opozitës, pra të tregon që është një popull thellësisht autoritar dhe në raport me kulturën politike unë duhet ta dija pak mendimin tonë. A e shohim dhe në kulturën politike qoftë të partive të reja këtë gjë? Po sigurisht, kultura politike nuk është se e ka vetëm Rama dhe Berisha, domethënë kultura politike është e kudo gjendur dhe zaten këta prandaj janë aty, sepse është kjo kulturë politike dhe ekziston rreziku që këto kulturë politike ose ekzistojnë shenja që kjo kulturë politike shfaqet edhe te partitë e reja. Domethënë vetë fakti që ne madje edhe vetë analistët nëpër media thonë partia e Qorit, partia e Lapajt, partia e domethënë ato se domethënë është ku diun, është shtëpia ime, shtëpia edhe shtëpia është e familjes time, në fakt nuk është thjesht e ime personalisht. Por gjithsesi prona jote pra. Domethënë mentaliteti pronësisë, prona është ne edhe gratë i konceptojmë si prona përgjithsisht, edhe domethënë edhe ku diun, edhe gjërat të cilat janë publike shpeshherë i del zoti toks. Po kjo është interesante pra pronën reale tënde nuk e mbron njeri, por publiken për ta zaptuar e zapton pra. Sepse ne nuk njohim, dhe ky është themi një nga pse ndodh kjo pra. Që e kultivon këtë lloj kulture është ne nuk njohim marrëdhënie impersonale. Kjo është dramatike kudo. Ti je në një institucion, punon në institucion dhe tjetri është në një pozicion caktuar, dikush tjetër ti sheh për shkakun që dikush që është drejtor mendon që ky është atribut qendror i tij si person. Nuk e koncepton për shkakun që një drejtor si atribut i funksionit që ai po ushtron. Që do të thotë që ti nuk je ti drejtori, ti po merr dhe po kryen funksionin e drejtorit. Pra nuk ka të bëjë me ty personalisht dhe me mua personalisht si jo drejtor apo si. Pra marrëdhënia shef Vardës për shembull, konceptohet si marrëdhënie personale. Dhe madje kur dalin nga puna, ruajnë të njëjtën marrëdhënie, sepse domethënë ai vazhdon është drejtor edhe jashtë pune, e kupton? Nuk ka marrëdhënie personale. Është Vardës edhe jashtë pune. Ndërkohë që logjikisht jashtë pune nuk qytetar barabart. S'ka lidhje fare më, domethënë ajo është dega pragu, domethënë mentalitet feudal. Dhe po të shohësh dhe mënyra se si drejtohen partitë, shteti, institucionet, ku diun ndërmarrjet, deri tek madje edhe bizneset private janë në mënyrë të tillë. Pra, ai që është në një funksion drejtues, ai ndjen themi institucionin që ai drejton apo rrethin apo ndërmarrjen që drejton si pronë të vetën. Dhe njerëzit që punojnë në pronën e tij janë kush? Sklevrit, që unë kam në feudin tim. Dhe nuk krijon marrëdhënie institucionale me të tjerët, që janë marrëdhënie ligjore, marrëdhënie funksionesh. Dhe madje po të shohësh edhe kërkohen njerëzit, unë jam shef, unë jam ministër, unë jam drejtor, unë jam çfarë je ti? Drejtor, ti je drejtor në punë, nuk je drejtor jashtë punës. E para, e dyta, çfarë thotë ti je ministër apo drejtor apo deputet? Sepse po të shohësh shumica njerëzve luftojnë për të kapur këto pozicione, sepse ndjehen se kanë arritur diçka me to. Po mbi të gjitha, edhe se unë dakord, unë kuptoj që ti mund të krenohesh me këto, nëse ti i arrin këto rezultate në karrierë, në sajt të një përkushtimi profesional, i cili tregon, dëshmon që ti je një profesionist i mirë. Qofse ti për shembull je kryetari i Akademisë Shkencave, dhe je aty sepse ti ke bërë një sër botimesh etj, dhe ke arritur një post, dakord, do të thënë ti mund të krenohesh sepse ky është fryt i punës dhe arritjeve tua akademike. Po ti s'ke bërë asnjë botim. Po vetëm gjë që ke bërë intrigë, ke fut bryllin këtij, lidhur ty servilosë këtij, paguaj këtu, bëj këtu, dhe ti nëpërmjet këtyre marifeteve ke arritur ke kapur një pozicion, po çka ka këtu për të krenuar? Çfarë ka për të krenuar se ti je drejtor, se ke bërë ca pislëqe, se ke bërë ca dëllëvere, ca korrupsione, se je servilos, je lut dikujt, i ke lëpir dikujt, dhe nëpërmjet këtyre mekanizmave ta kanë interese se njerëzit i duan servilet dhe të vendosin aty dhe se shumë tjerë edhe të përdorin, se je i përdorshëm. Dhe ti ke kapur një pozicion, dhe ti krenuar se ke një arritje në jetë sepse ke kapur këtë pozicionin dhe mbahesh superior ndaj tjerëve, të cilët kanë moral dhe nuk i kanë bërë këto që ke bërë ti dhe nuk i kanë arritur këto pozicione. Ky është problem i madh me mentalitetin sepse këtu
pse ndjeta ai kështu, kam përshtypjen shumë, kam një lloj se ndoshta po e zgjas, po përmend e që me Vlora mos gaboj për sa të pashën që në një moment i thotë se mbaj mend nga kush, nga këta, do të thotë ma çon djalin në shkollë, thotë se duhet të arzimohet, ka talent, mëson, studion, është i mirë, edhe thotë shumë mirë, thotë ku mendon ti, thotë do ta bëj inxhinier, thotë shkoj. Po pse inxhinier, thotë çoj në ushtri, thotë, për shkolla ushtarake, sepse po bë, thotë inxhinier, do vi këtu, do drejtoj 5 veta për ndërtuar një ur apo për një pallat, thotë. Kurse po bë ushtar, do drejtoj 500, thotë, në një garnizon apo në një repart. Domethënë mentaliteti asaj kohë ishte që ose i kësaj lloji kategorie ishte që ti ke vlerë në bazë të numrit të njerëzve që urdhëron. Po. Sepse urdhri, domethënë, është diçka atribut personal i joti, që të jep ty superioritet individual mbi qenjet e tjera. Pra ti je superior se jep urdhra, tjetri është inferior se bindet. Dhe ti këtë e llogarit në çdo aspekt i jetës tënde. Ti e merr si vlerë qendrore tënde si person. Në fakt, kjo e ka shkatruar këtë shtet. Nëse në vendet më të zhvilluara, në vende ku ka një tjetër lloj kulture, nuk do t'ja di kush je ti. Madje kemi parë për shembull që del Boris Johnson dhe bën pazar në treg apo Merkel dhe shumë njerëz bëjnë foto se është interesant që po shohin njëri, por nuk është se i plas kujt se kush çfarë je ti dhe çfarë bën ti. Jashtë marrëdhënieve institucionale që njerëzit mund të kenë, nuk diun në një ndërmarrje apo tjetër, apo kudo. Kjo është mentalitet provincial, feudal, i shoqërive të cilat kanë mbetur në errësirën e fisnorës. Dhe themi për shembull Max Weber bën këto ndarjet e karizmës, ose liderëve. Kemi 3 lloj liderësh ndan Weber, lider fisnor apo tribal, apo domethënë që janë primitiv, mund t'i quajmë lider totalitar, që drejtojnë turmat dhe ngrenë unin e tyre mbi turmat dhe imponohen nëpërmjet vullnetit dhe fuqisë tyre të karizmës totalitare. Dhe liderët modern që e quajnë liderët racional, të cilët nuk drejtojnë nëpërmjet një karizme të tillë, po drejtojnë nëpërmjet funksioneve, nëpërmjet atributeve profesionale që ata kanë dhe nëpërmjet ngritjes së sistemeve burokratike institucionale, të cilat funksionojnë në mënyrë eficiente. Kjo është thotë ajo që i duhet shoqërive për të zhvilluar, thotë Weberi. Ne kemi mbetur në rastin më të përgjithshëm tek fisnorja, tribalja, provincialja, dhe në rastin ku kanë diçka më shumë, në rastin e totalitares, siç janë liderët e mëdhenj që udhëheqin me vizionin e tyre, po të shohësh për shembull Deli Dirama apo Sali Berisha dhe flet për gjithçka, sigurisht i gjitholog dhe flet për gjithçka dhe jep ai dhe populli e shikon gojë hapur dhe habitet me vlerat e mëdha të liderit. Kjo, prandaj kjo shoqëri nuk zhvillohet sepse në thelb nuk kupton dhe nuk beson tek zhveshja e individit nga funksioni, zhveshja e individuales nga e përbashkëta dhe nuk beson tek ligji apo struktura ligjore apo struktura institucionale në vetvete si sistemi apo instrumenti i cili rregullon marrëdhëniet midis nesh. Ne mendojmë që jo, ligji është instrument duart tona, jo ne instrumente të ligjit. Pra, ligji është ndërmjetësion dhe ne kemi bërë ligjin që ai ta rregullojë shoqërinë. Jo, ne mendojmë që jemi ne që rregullojmë. Dhe thelb, dhe këtu është ndahet konservatorizmi në thelb. Edi Rama për shembull thotë që unë jam politik, thotë Edi Rama, sepse unë kam një mision. Unë kam një problem me vdekjen, ka thënë kur ka qenë dikur. Pra Edi Rama ka hyrë në politikë për të qenë i pavdekshëm. Do të lërë veprën e vet që të jetojë mbas vdekjes vet. Pa, a kupton çfarë lloj personalizimi bën ky pushtetit? Ky e shikon pushtetin si instrument të realizimit të ambicieve të veta megaloman ose ku diu delirave të veta. Po. Sali Berisha gjithashtu thotë unë jam misionar, thotë. Se kur i thon ore pse si ose po shkatron opozitë, po lë vendin pa opozitë, ai thotë jo, un kam një mision të madh, do shpëtoj vendin. Në fakt, do të thënë kjo është çështje mentaliteti. Nuk e shpëton ti vendin. Vendin e shpëton rregullat. Institucionet. Institucionet, sistemi. Kontrata sociale. Ndërtuar sistemi i cili funksionon vetë. Dhe kur ti vihesh në krye të pozicioneve, ti vihesh për të zbatuar atë çfarë ligji, rendi, sistemi ka përcaktuar që ti duhet bësh. Qeveria, sipas një koncepti konservator, nuk udhëheq. Qeveria thjesht zbaton ligjin. E vërtet. Domethënë, në thelb
ku ndallon mendja totalitare për ta mbyllur se po i bie shumë gjatë. Bauman i trajton Hitlerin si modeli totalitarizmit, si piktor. Pra modeli i lidhjet totalisht, modeli i piktorit. Qeverisja është telaje ku piktori hedh frymëzimet, ideet, ngjyrat, shijet e veta. Dhe brenda telajës duhet të jenë vetëm gjërat që do piktori të jenë. Nuk mund të ketë ngjyra apo bojra të hedhura spontanisht nga një, ku diun, në derdhje shishe boja apo dikush tjetër që fut një penel. Jo, do jetë vetëm peneli i tij. Dhe qeverisja sipas modelit totalitar është që të ketë, pra të bëhet gjithçka çfarë ka vullnet lideri. Ndërkohë që jo, në film, qeverisja jo totalitare, apo demokratike, apo dhe konservatore, shikon qeverisjen si diçka ku ai që qeveris nuk ushtron vullnetin e vet. Ai që qeveris mundohet që me efikasitet të zbatojë me përpikuri atë çfarë jep ligji. E vërtet. Pra nuk je ti që ndërton shoqërinë. Ti thjesht mundohesh që të rregullosh problemet e shoqërisë dhe shoqëria ecën vetë. Shoqëria zhvillohet vetë, nuk je ti që e zhvillon. Këtë tezë Ergys në fakt e ka edhe Barry Goldwater, se po flasim për konservatorët, dhe Goldwater ke koscienca konservatorit, e thotë qartësisht që edhe kuptohet ai është konteksti i qeverisë federale në Amerikë, ekziston për një dhe vetëm një funksion, të zbatojë ligjin, të ekzekutoj ligjin, ndërkohë që në Shqipëri akoma ekziston ky mentaliteti që qeveria do të ushqejë popullatën, sepse ne akoma s'kemi dalë nga komunizmi në aspektin e mundësisë dhe nga ana tjetër mbetemi një shoqëri shumë fisnore dhe shumë tribale, dhe në fakt është një libër interesant që ne kam cituar në një shkrimtimin, The Moral Basis of a Backward Society, pra baza morale një shoqërie të mbrapsht të Edward Banfieldit, dhe shkrimtari shkon në Montegrano, është një fshat fiktiv në fakt, për të mos vënë emrin e vërtet të qytetit në Itali, dhe të mund ta shohësh të përshkruar libër si me qenë Shqipëria. Origjinale, njëjta gjë domethënë. Pra një shoqëri ku, dhe ai në fakt i jep, ti e përmend këtë pjesën e tribalizmit, ai jep një term shumë interesant, familizmi amoral. Pra, po ta vësh për shumë shqiptar, duke që është fisnor. Familjarizmi. Pra familja sigurisht është gjë e rëndësishme, por ti s'mund të vesh dot interesat. Familja në institucion. Jo të kesh një familje në çdo vend ku okupon një funksion, dhe problemi në këtë vend, mendoj unë, është që këto teza kaq të drejta që ti i the këtu sot, nuk i thot kërkush. I thon shumë pak njerëz. Disa prej tyre nuk i dinë se se ne mendojmë sikur këta analistë i dinë edhe nuk i thonë, shumica nuk i dinë, janë ignorancë, nuk i perceptojnë, e kanë kokën bosh. Pra nuk ju apret mendja që politika, që institucioni, që shteti mund të shihet kështu. Pra shqiptari për shkak të këtë tjetër që po e shkel ligjin, do ta shkelë dhe ai, se po e shkel në një kohë kur ti do ke për detyrë të maksimizosh zbatëshmërinë e ligjit. S'ka rëndësi kush vjedh, kush nuk vjedh, ti do të bësh tënden. Dhe pa e ndryshuar ne këtë gjë, nuk ecim dot përpara si shoqëri. Megjithatë, Ergys, ne diskutuam një sër tematikash, bisedë shumë e këndshme, mund të falenderoj që u bërë pjesë e këtij episodi. Falenderoj unë për ftesën. Shumë kënaqësi. E them shpesh, unë shkoj shumë, shka herë pas here shkoj nëpër studio jo kështu mainstream, çfarë mund ta quajmë. Pikërisht për këtë, sepse në studio mainstream, edhe kam thënë herë pas here, nuk thuan dot gjërat. Po. Dhe unë të falenderoj që më dhe mundësinë që të them gjëra që si them dot kudo, sepse konteksti e mënyra se si bëhen debatet nuk para e ka qef këtë mënyrë të folurit. Sigurisht. Që unë e kam më me qef se atë që bizonisht. Patjetër. Edhe të falenderoj që u bërë pjesë e këtij episodi, dhe miq të Media Sanfora, ju falenderojmë që na ndoqët dhe do të shihemi në episodin tjetër.